Kjo është nga ato fotot e marshimit. Këtu e kam në krahun e djathtë Adnan Shytin, që është familjari imi, është dëshmor i kombit. Edhe atë ditë kur është plagos Adnani, kemi pas luftime nga gjitha pjesët e fushbetejes. Edhe unë e sahar që flas për Adnanin pak emocione. Nuk do të me pas ushtarak emocione, po janë njerëzore, prap. Po Adnani ka qenë djalë i ri, ka qenë vetëm 19 vjet, 20 vjet ashtu. Edhe kur kam shku, më ka thirrë vetë në radiolidhje. Komandanti më plagu pak. Unë që ashtu i frustrum, pa vesha, setër, as këmish, në nën këmish, e ku marrë e volën, i kum hyp automjeti transportus, edhe ju më nis, kur ju më nis të dera, thash ku po shkoj kështu vetëm. E kum kthy kokën mbrapa, kanë qenë disa ushtarë ato rreth një bunari, edhe stiktivisht të shqu Gjaviti vllav, Meti, edhe kemi shku. Kur kemi shku atje, unë e kum pas sepse ai e kish në momentin që ka shpërthy granata, e ka rrok një pjesë edhe direkt në zemër. Kishte në gjakderet mbrëmshme. E kishin fillu, dhe më thonë, mi u sari thajt, kishin fillu, dhe më thonë, edhe buzë mi u tha, edhe une, që ata e kisha mundësi. E ku marrë në prenë, edhe i ku më thonë, o trima, inshallah, edhe ne kemi fatin si kërë Luan, me vdek për këtë advatan, me vdek për këtë advej.